Një gjuhë pa mjaftueshëm i keq e tjerë nxit një gjendje stresi që rrit kortizolin. Kortizoli mobilizon glukozën. Glukoza e rritur shton insulinë, insulina e rritur nuk lejon që të mobilizohet masa dhjamore dhe mbahet obeziteti në mënyrë permanente dhe nuk largohet masa dhjamore. Domethënë është një korelacion i drejtë për drejtë. Nga ana tjetër kortizoli ndikon edhe në aktivizimin, mbajtjen aktiv të traktit hipotalamin pituitar adrenal, e cila kjo është në bazën e mbajtjes. Doktor, të lutem thuaj edhe një herë atë për kënaqësinë, ta dëgjoj vetëm për kënaqësi. Hipotalamo pituitaro adrenal. Është një aks. Hipotalamo pituitaro adrenal. Okej. Është një aks hormonal. Për mua ka shumë rëndësi dhe momenti i zgjimit. Momenti i zgjimit duhet të koincidojë me çeljen e dritës. Më kupton, dhe ky bën që vetë niveli ekspozimi në dritën natyrale në mënyrë të menjëhershme mbas zgjimit, jo në drita artificiale, ndikon qetësimin e kortizolit. Shumë e rëndësishme kjo.